Horoskopi ditor, 14 janar 2026, Dashi, sot, hëna ndodhet në sektorin tënd të aventurës dhe horizontit të gjerë, duke ta ngritur ndjeshëm humorin dhe duke të zgjuar dëshirën për diçka më shumë se rutina e zakonshme. Mendja jote hapet, imagjinata rrjedh lirshëm dhe krijimtaria gjen terren të favorshëm. Është një ditë që të fton të mendosh më larg, të shohësh përtej kufive të zakonshëm dhe të rikujtosh se jeta nuk është vetëm detyrë, por edhe përjetim, megjithatë, me kalimin e orëve. Vëmendja jote fillon të kërkojë ekuilibër dhe qetësi të brendshme. Pas entuziazmit fillestar, lind nevoja për stabilitet emocional dhe për harmoni në një fushë të rëndësishme të jetës. Kjo nuk është kontradikt, por pjekuri. Ti e kupton se frymëzimi i vërtet ka nevojë për bazë të qëndrueshme. Sot mund të marrësh këshilla të vlefshme nga burime të padukshme në shikim të parë, një bisedë private, një mendim i brendshëm, apo një intuitë e qetë që të flet qartë. Në heshtje, po kupton më shumë se sa në zhurmë. Kjo të ndihmon të ecësh me ritëm të qëndrueshëm dhe të stabilizosh emocionet apo një situatë që ka qenë e paqartë. Është një ditë e favorshme për të rregulluar probleme, për të sqaruar keqkuptime dhe për të vënë gjërat në vendin e tyre pa dramë. Forca jote sot nuk qëndron te rreziku apo shpejtësia, por te mençuria dhe këmbëngulja. Në fund të ditës, ndjenja e përmbushjes vjen nga fakti që ke ndërtuar diçka të qëndrueshme, jo thjesht emocionuese. Demi, sot, njerëzit ndjen natyrshëm të tërhequr drejt teje për këshill, mbështetje dhe qetësi. Prania jote frymëzon besim, sepse di të dëgjosh pa gjykuar dhe të ofrosh siguri në mënyrë të thjeshtë, por të thellë. Është një ditë kur fjala jote peshon, sidomos kur vjen nga përvoja dhe jo nga premtimet boshe. Vendimet që lidhen me biznesin, punën apo çështjet praktike janë më të mençura në gjysmën e dytë të ditës. Energjia Venus, Saturn të mban me këmbë në tokë dhe e bën realizmin tërheqës. Nuk ke nevojë për rreziqe të mëdha, përkundrazi, thjeshtësia, stabiliteti dhe respektimi i asaj që tashmë funksionon për ty sjellin rezultate konkrete. Mund të ndihesh i motivuar të përfundosh detyra të lëna pezull ose gjëra që i ke shtyrë për më vonë. Është gjithashtu një ditë e mirë për të treguar besnikëri ndaj dikujt të rëndësishëm për ty sot. Veprimet flasin më fort se fjalët dhe një gjest i vogël, por i sinqert, ka peshë të madhe. Forca e karakterit që shfaq sot mund të hapë dyert të reja. Duke ardhur në ndihmë të një miku ose bashkëpunëtori, jo vetëm që bën gjën e duhur, por edhe fiton respekt dhe besim. Kjo energji pozitive të jep avantazh në një grup, ekip apo mes bashkëpunëtorëve. Njerëzit e vlerësojnë qëndrueshmërinë tënde dhe faktin që mund të mbështeten tek ti. Në thelb, kjo ditë të kujton se suksesi yt ndërtohet mbi besim, durim dhe vlera të forta. Binjakët, sot, natyra jote ndihmuese shkëlqen në mënyrë të dukshme. Është e lehtë për të tjerët të vënë re përpjekjet e tua dhe t'i vlerësojnë ato, sepse vepron me sinqeritet dhe pa prapamendime. Kjo të jep një ndjenjë kënaqësie të brendshme dhe fuqizimi personal, sidomos kur shikon një çështje financiare apo emocionale nga një këndvështrim realist dhe i pjekur. Harmonia mes Venusit dhe Saturnit sjell qartësi dhe qetësi, veçanërisht në pjesën e dytë të ditës. Fillon të ndjesh kënaqësi në gjërat e thjeshta dhe natyrore, pa nevojën për teprime apo dramatizim. Realizmi dhe e vërteta veprojnë si stabilizues emocional, duke të ndihmuar të vendosësh ekuilibër aty ku më parë kishte pasiguri. Sot, thjeshtimi i jetës është qelësi. Heqja dorë nga ngarkesat e panevojshme, qoftë në mendime, angazhime apo pritshmëri, të ndihmon të ndihesh sërish në drejtimin e duhur. Gjërat duken më të qarta, më të drejtë për drejta, dhe kjo të mundson të marrësh vendime më të zgjuara dhe më të qëndrueshme. Ndryshimet në stilin e jetës kanë terren të favorshëm tani, jo sepse dikush të shtyn, por sepse zemra jote është e përfshirë. Je gati të bësh zgjedhje më të shëndetshme dhe më të përshtatshme për të ardhmen tënde. Pritshmëritë janë më reale dhe kjo të sjell një ndjenjë çlirimi. Gaforja, sot hëna vendoset në sektorin tënd të punës, shëndetit dhe detyrimeve të përditshme, duke e bërë këtë një moment shumë të përshtatshëm për të marrë seriozisht me përgjegjësi. Është një ditë ideale për të nisur ose rregulluar rutina pune, për të vendosur rend në detyra apo për t'i kushtuar më shumë vëmendje mirëqenies fizike dhe mendore.
Nëse ke shtyrë disa prej këtyre gjërave, angazhimi sot mund të jetë çuditërisht çlirues. Ndihesh më rehat kur gjërat janë të qarta, të sigurta dhe të ndërtuara mbi baza reale. Mund të tërhiqesh nga një person i pjekur, i mençur, ose të krijosh një lidhje më të fortë përmes vlerave dhe bindjeve të përbashkëta. Kjo mund të vijë edhe në formën e një mësimi, një udhëzimi apo një teme që të ndihmon të ndjesh se po fiton diçka me vlerë për të ardhmen. Vitet e fundit, theksi ka qenë më shumë të aftësitë praktike se sa të risitë e shpejta. Sot e ndjen qartë këtë prirje, respektimi i traditës, i përvojës dhe i asaj që ka funksionuar më parë të sjellë kënaqësi dhe rezultate konkrete. Nderimi i së kaluarës ose i metodave të provuara mund të jetë shpërblyes. Një nga ndjenjat më të bukura të ditës është mbështetja. Mund të ndihesh i sigurt duke u mbështetur te dikush që vërtet të del në krah. Marrëdhëniet e qëndrueshme të ndihmojnë të ecësh më shpejt drejt qëllimeve tua. Luani, sot, luani, hëna të nxjerr nga guaska dhe të fton të shfaqësh natyrën tënde të gjallë, të krijueshme dhe argëtuese. Energjia e saj në sektorin tënd të pesë solar të bën të ndihesh më i lirë, më i lehtë dhe më i gatshëm për të luajtur, krijuar ose për të shijuar momentin. Megjithatë, disa biseda dhe lidhje kërkojnë vëmendjen tënde të plotë, mos i injoro, sepse ato mund të kenë ndikim të rëndësishëm në zhvillimin tënd personal ose profesional. Me kalimin e ditës, ndikimi i Venusit dhe Saturnit të bën të ndjesh stabilitet dhe parashikueshmëri si një kënaqësi. Organizimi dhe përkujdesi për detyrat nuk janë më një barë, por mund të jenë kënaqësi dhe mundësi për të krijuar ide të reja për punë, fitime ose përmirësim të metodave dhe efikasitetit. Sot është ditë për të kombinuar argëtimin me mençurinë, veprën me maturi dhe moderim në punë dhe lojë dhe do të dalësh përfitues nga energjitë e ditës. Gjithashtu, është një moment i mirë për reflektim mbi mënyrat se si mund të përmirësosh punën apo të ardhurat. Një qasje e kujdesshme, strategjike dhe e bazuar në realitet të sjellë stabilitet dhe mundësi për rezultate konkrete. Virgjëresha, sot, virgjëresh, hëna ndodhet në fund të hartës tënde diellore, duke të kujtuar rëndësinë e kujdesit ndaj botës tënde të brendshme dhe rezervave të energjisë. Ky është një moment ideal për të ndërtuar fuqinë tënde të brendshme dhe për t'u rikthyer tek vetja. Përqendrimi tek bota e brendshme të ndihmon të marrësh vendime të qeta dhe të kuptueshme. Veprimet sot flasin më shumë se fjalët. Të tjerët ose ti vetë po shfaqni dashuri dhe kujdes përmes gjesteve të thjeshta dhe të sinqerta. Përballja me realitetin sot mund të sjellë një ndjenjë çlirimi dhe pranimi të gjërave ashtu siç janë. Ndiqja e disa rregullave, organizimi ose vendosja e gjërave në vend mund të jetë jo vetëm e kënaqshme, por edhe lëvizje e mençur për qetësinë e mendjes. Instinktet e tua janë të forta sot për të kanalizuar energjinë drejt aktiviteteve që kanë më shumë gjasa të sjellin sukses dhe ndjenjë përmbushjeje. Marrëdhëniet dhe partneritetet sot ndihen më mbështetëse dhe fuqizuese, duke të dhënë siguri dhe motivim. Në këtë klimë, veprimet e mençura dhe të kujdesshme nuk kalojnë pa u vënë re, ato të japin energji dhe kënaqësi reale. Peshorja, sot, peshore, hëna kalon ditën në sektorin tënd të komunikimit, duke zgjuar dëshirën për stimulim intelektual dhe duke të nxitur të kërkosh informacion, ide të reja dhe të lidhesh me të tjerët në mënyrë mendore. Mendja jote është e gjallë, kurioze dhe kërkuese, dhe kjo të ndihmon të zbulosh gjëra të dobishme për veten dhe për marrëdhëniet e tua. Megjithatë, me kalimin e ditës, ndikimi i Venusit dhe Saturnit tregon se veprimet dhe gjestet praktike kanë më shumë peshë se sa fjalët. Një ndihmë e vogël, një vëmendje e sinqertë për dikë të afërt apo një gjest i thjesht kujdesi shkon shumë më larg se thjesht të flasësh. Sot është dita e përshtatshme për të bërë diçka të dobishme për ata që do dhe vlerëson. Koncentrimi mbi lumturinë tënde bëhet më i lehtë dhe kënaqësitë e thjeshta ndihen më të këndshme se zakonisht. Çështjet praktike, detyrat me udhëzime të qarta dhe objektiva të përcaktuara ecin më mirë sot. Vlerëson fort ata që kanë treguar besnikëri dhe qëndrim të qëndrueshëm në jetën tënde. Ndaja punën me dikë tjetër mund të sjellë kënaqësi dhe aktivitetet e shtëpisë ose për rregullimin e ambientit mund të jenë të dobishme dhe të këndshme. Sot, kombinimi i mendjes aktive me veprimet konkrete të bën të ndihesh i qetë dhe i balancuar.
Akrepi, sot, i dashur akrep, energjia të tërheq larg nga kapriçot emocionale dhe të vendos më shumë tek rehati, stabilitet dhe planifikim. Prioritetet janë të qarta, situata financiare, gjërat me vlerë dhe nevojat për komoditet marrin vendin kryesor. Nuk ke nevojë të nxitesh, strategjia dhe durimi janë aleatët më të mirë sot. Harmonia mes Venusit dhe Saturnit bën që kujdesi ndaj përgjegjësive të jetë më i kënaqshëm dhe të jep një ndjenjë sigurie për të ardhmen. Ndjenja e afeksionit stabilizohet, emocionet janë më të balancuara dhe gjestet e thjeshta kanë më shumë efekt se sa fjalët e shumta. Thjeshtimi i jetës ndihmon për të përqendruar vëmendjen, përmirëson humorin dhe krijon një atmosferë qetësie dhe kontrolli. Sot, vlera që i jep gjërave që presin të zgjasin dhe kujdesi ndaj tyre të japin kënaqësi dhe qetësi të brendshme. Shigjetari, sot, i dashur shigjetar, hëna kalon ditën në shenjën tënde, duke vendosur fokusin të çështjet personale dhe familjare. Është një moment i mirë për përparim të dukshëm në shtëpi ose me të afërmit, duke vlerësuar gjërat materiale që kanë vlerë praktike ose që mund të rriten me kalimin e kohës. Qëndrimi i kujdesshëm dhe i matur me paratë dhe burimet të ndihmon të marrësh vendime të zgjuara. Sot, thjeshtimi është më i dobishëm se risit apo eksperimentet të reja. Harmonizimi i Venusit me Saturnin të nxjerr drejt një ritmi të qëndrueshëm dhe të shpërblyeshëm. Durimi tani sjell rezultate konkrete. Energjia e ditës është gjithashtu e favorshme për krijimin e diçkaje të dobishme dhe me vlerë, duke të dhënë ndjesinë e stabilitetit dhe përmbushjes. Bricjapi, sot, bricjap, hëna ndodhet në shenjën pas teje, duke të ftuar të pastrosh mbeturinat emocionale dhe mendore. Ndjenja për pushim dhe rifreskim emocional është e fortë dhe vëmendja tek mirëqenia jote është e nevojshme. Me kalimin e ditës, mendja dhe veprimet të drejtohen natyrshëm drejt gjërave praktike që të sjellin kënaqësi të vërtetë. Gjërat e reja dhe shkëlqyese nuk të tërheqin kaq shumë, për shkak të ndikimit të Venusit në harmoni me Saturnin. Përmbushja e përgjegjësive dhe menaxhimi i pritshmërive të jep ndjenjë kontrolli dhe kënaqësie. Qasja hap pas hapi është më e suksesshme sot. Të tjerët duket se janë më të besueshëm se zakonisht. Dhe kjo të jep mundësi për të ruajtur energjinë dhe për të ndërtuar vetbesim dhe durim. Një qetësi e brendshme vjen nga thjeshtimi i gjërave dhe ruajtja e moderimit. Çështjet praktike dhe projektet e komunikimit janë në gjendje të mirë, duke krijuar një ditë produktive dhe të qetë. Ujori, sot, ujor, hëna kalon ditën në sektorin tënd shoqëror, duke të nxitur të lidhesh me të tjerët dhe të shfrytëzosh mundësi për rrjedhim. Është një ditë e favorshme për biseda, lidhje dhe bashkëpunime. Megjithatë, me Venusin në sektorin e privatësisë, ndjenja dhe vendimet e zemrës mund të jenë më të rezervuara dhe jo kaq të drejtpërdrejta. Mund të ndjesh nevojën për më shumë kohë për të përpunuar përvojat e fundit dhe për t'i kuptuar më mirë. Harmonizimi i Venusit me Saturnin sot të ndihmon të adoptosh një perspektivë më realiste. Ndiq rregullat dhe vepro me maturi, sepse kjo sjell përfitime dhe mundësi të reja. Pranimi i gjërave ashtu siç janë dhe vlerësimi i tyre pa i ndryshuar në mendje është çelësi i suksesit. Sot ke mundësinë të kuptosh më mirë se si mund të përdorësh burimet e tua në mënyrë të zgjuar dhe të punosh për të krijuar lumturi dhe kënaqësi nga brenda, pa kërkuar të tjerët për ta gjetur atë. Vendimet e rëndësishme, sidomos për çështje financiare apo kujdesin ndaj gjërave personale, janë më të qarta sot. Çështjet e zemrës gjithashtu marrin një ton praktik dhe të ekuilibruar. Sot, qasja realiste dhe menaxhimi i kujdesshëm i asaj që ke, të sjell qetësi dhe efektivitet. Peshqit, sot, peshq, hëna kalon ditën në majë të hartës tënde diellore, duke nxitur dëshirën tënde për të bërë plane dhe për të marrë seriozisht me çështjet e biznesit apo detyrat e rëndësishme. Është një ditë për të organizuar gjërat, vendosur prioritete dhe përqendruar energjitë aty ku do rezultat. Harmonizimi i Venusit me Saturnin sjell një ndjesë fuqie dhe qetësie, duke të ndihmuar të pranosh realitetin dhe të vlerësosh atë që funksionon mirë në jetën tënde. Fokusi tek një detyrë në një kohë është i dobishëm dhe i qetëson mendjen. Rezervat e energjisë janë të mira sot, prandaj mund të marrësh përsipër projekte që kërkojnë koncentrim dhe këmbëngulje.
Qasja hap pas hapi është çelësi për sukses, edhe nëse përparimi duket i ngadalë, ai të çon në rezultate të qëndrueshme. Një ndjenjë qëllimi dhe qartësie udhëheq veprimet e tua, dhe kjo të ndihmon të ecësh drejt objektivave me siguri. Sot, përkushtimi i kujdesshëm dhe fokusimi në atë që është i rëndësishëm të sjellë kënaqësi të qëndrueshme dhe progres real.